që kanë dhënë kontribut për të realizuar hapja funksionalizimi i muzeut të qytetit. Qysh e fatë vim brenda në Shtëpinë e Kulturës, e Muzeu i Qytetit gjendet në Shtëpinë e Kulturës. E kemi pjesën hyrëse të muzeut, që është me burë të vjetër arkeologjik, që disa prej burëve dhe kemi të deshifruar nga arkeologët, po disa prej tyre dhe jo. Këta burë që i kemi fatë vim brenda, kemi një fotograf të dalë jashtë, janë burë që dëshmojnë lashtësitë e qytetit të Kashanikut. Pjesa ku jemi tash është pjesa e UÇK-s, e luftës së fundit në Kosovë, që përbëhet prej uniformave të dëshmorëve, por nuk i kemi të gjitha. Megjithatë, Këshilli për funksionalizimin e Muzeut të Qytetit bashkë me Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, në mbështetje të komunës, janë mundu që të bijnë në kontakt me të gjitha familjet e dëshmorëve dhe të sjellin uniforma apo çdo artefakt, eksponat që i ka takuar dëshmorëve. Megjithatë, ne e dimë që në Kashanik më herët është hapur një muze tjetër i luftës, që është ai Monika, dhe i ka konsumuar disa prej atyre artefakteve, por në të ardhmen do të bashkëpunojmë me ta edhe do t'i sjellim edhe në Muzeun e Qytetit, që kemi vizitat që keni ardhur edhe fëmijët e shkollave të tjera, po dhe vizitorë nga jashtë, dhe ata që do të kulturojnë historinë tonë. Ato artefakte të gjenden brenda Muzeut të Qytetit të Kashanikut. Uniforma e parë është uniforma e komandant Varde, Çamili Lazi, i njohur si komandant Varde. Uniforma tjetër është uniforma e dëshmorit Gjeladin Kurtaj, që është një dëshmor shumë i ri, ka qenë artist me profesion, edhe Shtëpia e Kulturës ku jemi këtu e mban emrin e tij, Gjeladin Kurtaj. Uniforma tjetër është uniforma e dëshmorit Erol Besnik Begunca. Gjithashtu në luftën e Kosovës kanë kontribuar edhe gra, vajza, të cilat i kemi 4 dëshmore, që me profesion kanë qenë 2 prej tyre infermiere, edhe i sheni aty mjetet e punës të kohës, medikamentet apo i dashët që i kanë përdorur për t'i ndihmuar ushtarët që kanë pasur nevojë gjatë luftës. Uniforma tjetër është një uniformë ushtarake, gjithashtu është edhe një kamerë me të cilën kanë ingjizuar në kohë reale për 20 orë kameramani i luftës, që njihet këtu në Kashanik Shefkat Palloshi, besoj e njeni. Janë 20 orë ingjizime, të cilat do të digitalizohen dhe do të vendosen në ekranet këtu të Muzeut të Qytetit, të cilat pastaj edhe do të mund të shelen. Gjithashtu dhe pjesa tjetër, po dhe aty poshtë që është mbuluar prej nxënësave, janë disa pjesë të dëshmorëve, cilat kemi arritur të sigurojmë për Muzeun e Qytetit, por cilat ende nuk janë sistemuar mirë dhe nuk është bërë inventarizim në disa të tyre. Megjithatë, në Muzeun e Qytetit ka vend për gjithë dëshmorët që e kanë dhënë jetën për lirin që e gëzojnë sot. Unë më mësësëri që kemi qenë pjesë e luftës, edhe mësësë shërif që është në seri, dhe kemi fjale artefakt, më ranë në sënë që ndoshta ju nuk e dini që ka të në thonë. Fjale artefakt. Artefakt janë sende që kanë vetë dhe na kujtojnë të kaluar. Atë në dokument që shime. Për shembull, kjo është një bajonet, lufte, bajonet, thikë, për lufte. Kjo një pion i Gulinovë, vjetëve të ronda luftarakës, që në përdojnë luftë kundra neve, jo shtori. Dhe unë që sot, të më dhëtu së sot të përfaqësit të muzeut që të përloshë, që ka me mundu nga që në unë të në kopë nga së të do rektori për në shkollë, i dhe sa unë sot për në që me apo në kushtë të artefakt që në për djekë në jutë, ka qenë kushtë ka në bëjtë. A dhe në në duku, në më qenë që të kërëse muzeut. Vazhdojë.
tash është pjesa historike e muzeut. Kjo pjesë përdoret me artefakte arkeologjike, historike dhe etnologjike. Në këtë pjesë jemi mundu me e tregu mënyrën e jetesës, qysh e kanë pas të parët tanë në Kaçanik. A i keni pyetje gjyshet, a ju tregojnë gjyshet e juja, qysh kanë jetu ma herët, qysh kanë punu me dorë, qysh e kanë bërë ushqimën. Tash këtu kemi një po disa artefakte që e përshkruajnë këtë pjesë. E kemi aty një arë, një musërie që është mbuluar në qelen, po. Tu kemi një kanar dore që është mënyra qysh i kanë natë ose i kanë peshu gjësendët. Dhe një zgjedh për bartjen e ujet. Kjo zgjeda, dhe me thonë, është vendosur në qarë, edhe në këto pjesët këto janë vendosur kofat me ujë që i kanë bërë, dhe me thonë, prej krojt, aku kanë marrë ujë edhe i kanë dërgu deri tek shtëpia. Është një lopat furrën, gjithashtu është edhe një shishe. Këtu është një monedhe vjetër i lire, cila plas janë? Krejt plas, krejt. Është një monedhë antike i lire që nxënësit e Kaçanikut gjatë vizitës që e kanë bërë në Apoloni, në Fier, e kanë gjetë edhe e kanë sjellë tek arsimtari i tyre historisë që ai e ka dhuru për muzeun. Ju mundeni me pa ma ofër, me ranë, mandej që kur ta shihni në librat e historisë, thoni që këto e kemi pa dhe në muzeun e qytetit Kaçanikut. Gjithashtu që ju fola të pjesa vjese, i kemi edhe disa spishanë të granda që mundeni me pa, janë bërë të vjetër latin, ju kanë treguar dhe arsimtare që latinët, kur janë barros, kur barros vetëm një, por barros dhe që familja në një parë, edhe kështu kanë kriju mbi shkrimet të bërë mbi ato pare. Edhe janë barros edhe me gjitha që i kanë përgjohë gjatë të shkruajnë, dhe që kanë duke kanë du që do të përgjohë gjatë të pra, ka zhur janë gjithë në rrethin e Kaçanikut. Janë edhe disa bajoneta që i kanë thuj në ark, municionin, luftës së parë botërore, të gjitha janë të vendit të Kaçanikut. Është një fener që është gjetur tek rruga e trenit, një frenues i trenit. Editor është edhe kjo pjesa këto, që e tregon mbi pritjen e shqiptarit me dorë në zemër. Janë mjetët të punës, cilat i kanë punuar fshatarit apo ata që e kanë punuar kokën.